Përshëndetje miq. Sot do të flasim për dy serialet më të reja që nisin në televizionin Klan. I pari është Qyteti i Largët, një serial me rekorde shikueshmërie kudo që është transmetuar. Uzak Sehir është një dramë e fuqishme që ndjek jetën e Alia Alborës, një grua e re që ka jetuar me familjen e saj, larg realitetit të ashpër dhe të mbushur me tradita të forta të origjinës së bashkëshortit të saj. Jeta e saj përmbyset plotësisht kur burri i saj vdes papritur. E tronditur për të ardhmen e djalit të saj të vogël, ajo detyrohet të përmbush dëshirën e fundit të shoqit. Të kthehet në qytetin e largët ku ndodhet familja e tij, e njohur për pushtetin, hierarkinë, rregullat e rrepta dhe ndikimin e tyre në zonë. Sapo mbërri në qytetin e largët, Alia përballet me një botë krejt të ndryshme nga ajo që ka njohur. Familja Albora është ndërlikuar dhe drejtohet kryesisht nga burrat, ku fjala e tyre është ligj dhe jeta e grave ndikohet nga tradita. Në krye të kësaj familjeje qëndron Gjihan, që në fillim mes tyre lind një tension. Ai e sheh si kërcënim për rendin e familjes, ndërsa Alia e sheh atë si pengesën kryesore që e ndalon të rikthehet në jetën që dëshiron për veten dhe djalin e saj. Me kalimin e kohës, Alia kupton se familja nuk e ka as pak ndërmend ta lërë të largohet. Ata e shohin djalin e saj si trashëgimtar të gjakut Albora. Ndërsa ajo kërkon mënyra për të shkëputur nga kjo botë, zbulon se vdekja e të shoqit mund të mos ketë qenë aq e thjeshtë sa një aksident. Rrethana të çuditshme dhe heshtje të qëllimshme e bëjnë të dyshojë se brenda familjes fshihen sekretet e errta që lidhen me të kaluarën e burrit të saj. Ndërsa tensioni rritet, dalin në dritë sekretet të së kaluarës, intriga, marrëveshje të vjetra dhe armiqësi të trashëguara. Alia gjendet në mes të këtyre konflikteve, duke u përpjekur të ruajë qetësinë, dinjitetin dhe sigurinë e djalit të saj. Ajo nuk është vetëm një grua që lufton kundër një sistemi patriarkal, por edhe një nënë që shtyhet nga dashuria dhe frika për fëmijën e saj. Në këtë udhëtim të vështirë, marrëdhënia e saj me Gjihanin fillon të ndryshojë. Tensioni mes tyre shndërrohet gradualisht në një lidhje emocionale, ku ndjenjat përplasen me detyrimet, traditat dhe sekretet që i rrethojnë. Historia e Uzak Sehir është një përzierje e fuqishme emocionesh, intrige dhe dramë. Përmes çdo ngjarjeje dhe çdo konflikti, Alia mëson të qëndrojë fort, ndërsa Gjihani mëson të hapë zemrën në një mënyrë që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Në serial luan aktoria Sine Munsal, e njohur për rolin tek Doktori i Mrekullive dhe aktori i serialit Familja Alper Çankaja. Seriali transmetohet nga e hëna në të shtunë në orën 18:20. Seriali i dytë që do të flasim është Deha ose Gjeniu. Seriali tregon historinë e Devran. Ai është një djalosh me inteligjencë të shkëlqyer. Ai ka lindur dhe u rrit në një ambient të vështirë. Babai i tij e kishte braktisur dhe u rrit me nënën dhe motrat e tij në një lagje të varfër të Stambollit. Në mënyrë të papritur, babai i tij rikthehet në jetën e familjes Karan. Ky rikthim trondi gjithçka. Devran gjendet përballë dilemës së përdorimit të inteligjencës së tij për mirë apo për keq, përballë sfidave familjare, pushtetit, hakmarrjes dhe lojërave të brendshme. Për më tepër, Devran aspiron të bëhet më shumë se thjesht gjeni matematikor. Ai ka ëndra për të shkuar në Amerikë për studime dhe për të filluar një jetë të re, por e gjitha ndërpritet nga ngjarje që nuk i kishte pritur. Seriali përqendrohet te marrëdhëniet brenda familjes Karan, pushteti i babait, rezistenca e të rinjve ndaj traditës dhe zhvillimi i një lufteje mes të mirës dhe të keqes që kurrë nuk është e thjeshtë. Nëse të pëlqejnë serialet ku protagonistët janë jashtë kornizave, ku historia është më shumë se thjesht dashuri, konflikt, atëherë Deha mund të jetë zgjedhje e mirë. Në serial luajnë shumë aktorë të dashur për publikun shqiptar, siç është Aras Bulut, i cili luan rolin kryesor. Ai është i njohur në Shqipëri nga seriali Çukur dhe Infiltruari. Në serialin Deha luan Devran, një djalosh me intelekt të jashtëzakonshëm. Ai simbolizon përplasjen midis inteligjencës, dëshirës për liri dhe përgjegjësive familjare. Melis Sezen, një aktore kompletuar e njohur për publiku nga seriali Gulçemal dhe seriali Një Pabesi, i transmetuar po në televizionin Klan. Në Deha luan rolin e Imre, është një grua me karakter të fortë, inteligjente dhe ambicioze, që vjen në familjen Karan dhe ka aspirata të mëdha. Roli i saj lidhet me sfidën e identitetit dhe vendosmërinë. Gjithashtu nuk mund të harrojmë dhe Taner Olmez, ose ndryshe Doktorin e Mrekullive. Ai luan rolin e vëllait të Devranit. Ai sjell tension në familje, jo vetëm për shkak të rivalitetit, por edhe për shkak të mënyrës së tij të përballjes me botën. Dhe pse nuk është vendosur akoma data fikse kur fillon. Burimet e afërta tregojnë se do të fillojë shumë shpejt transmetimin. Prandaj na bëni një subscribe për të mësuar datën e saktë të fillimit të serialit. Faleminderit që na ndiqni.